Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të Meshës së Shenjtë të së dielës së katërt gjatë vitit, cikli A. Leximin e parë lexon Djelza Gjini, Psalmin Nora Ukaj. Leximin e dytë Adelina Palushi. Ungjillin dhe komentin e Ungjillit nga Dom Frok Zefi. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Sofonis profet. Kërkojeni Zotin të gjithë ju të përvuajturit e tokës, ju që i kryeni urdhërimet e tija. Kërkoni drejtësinë, kërkoni butësinë, që disi të mund të fshiheni ditën e felkrimit të Zotit. Do të bëjnë në mjedisin tënd të qëndroj populli i përvuajtur e i varfër. Në emër të Zotit do të kërkoj strehim te prica e Izraelit. Pa udhësi nuk do të bëjnë më. Rrena më nuk do të thonë. Në gojë të tyre s'do të gjendet më gjuhë gënjuese, por do të kullosin e do të mrizojnë pa pasur kushti shqetësoj. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin, lum skamnorët në shpirt. Zoti është besnik për amshim, u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve, Zoti i çliron në robërit. Lum skamnorët në shpirt. Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti i ndreq të korrusurit, Zoti i do të drejtët, Zoti i mbron ardhacakët. Lum skamnorët në shpirt. Zoti u ndihmon bonjakëve e të vejave, ndërsa mëkatarve u apështjellon udhët. Zoti do të mbretroj për jetë, hyje yt o Sion, nga breznia në brezni. Lum skamnorët në shpirt. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintianëve. Vëllezër, pleqëroni vetë. Kush jeni ju që e morët thirrjen e hyjit? S'ka ndër ju shumë të dijshëm për sy të njerëzve, as shumë të fuqishëm, as shumë bujar. Por hyji zgjodhi të marrët në sy të botës, për t'i turpruar të mençurit dhe të dobtit në sy të botës i zgjodhi hyji, për t'i turpruar të fortit, dhe jo bujarët të botës e të përbuzurit i zgjodhi hyji, mua dhe ata që nuk janë, që t'i asgjësoj ata që janë, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyjit. Po, ai bëri që ju të jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që vjen prej hyjit, drejtësi, shenjtrim dhe shpërblem, sikur se thot Shkrimi i Shenjtë, kush mburret, le të mburret në Zotin. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Aleluja. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qiell. Aleluja. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Jezusi, kur pa turmën, u ngjit në mal. Kur ol, i ofrua nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe mësoi duke thënë: Lum skamnorët në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do ta shohin hyjin. Lum pajtuesit, sepse do të quhen bijtë e hyjut. Lum ata që salvoken, pse kryejnë çka hyji kërkon, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Të lumt jo kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkak timin t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush, por në rrenë. Gëzokuni e galdoni sepse i madh do të jesh shpërblimi juaj në qiell. Jo po, kështu i salvuan edhe profetet para jush.
Fjala e Zotit. Edilja e 4 gjatë vitit, meditim, lumturit. O Zot Jezus, dëshiroj që të jem i lumë, i bekuar, po nuk di të jam i varfër. Kam frikë nga mungesa. Nuk di të ndaj nga ajo që ti më ke dhuruar. Jam i varfër, po nuk jam i lumë, sepse nuk di, o Zot Jezus, të jam i varfër në shpirt. Ma jep, o Zot Jezus, nga shpirti yt i varfërisë, mundësinë që të jam i lirë për ty, i lirë për vëllezërit. Më jep dhuratën e dorëzimit ndaj teje, si dhe dhuratën e dashurisë për vëllezërit. Dëshiroj që të jam i lumë, o Zot Jezus, po nuk mbështetem gjithmonë tek ti, që je ngushëllimi i Izraelit, ngushëllimi të gjithë popujve, i çdo njeriu. Nuk di që të bëj me kaq shumë situata të pangushëllueshme dhe me kaq shumë dhimbje. Ti më premton ngushëllim, por është e vështirë që ta dalloj dhe ta pres ngushëllimin dhe rrjedhat e tanishme të jetës. Dërgo dhe tekon, o Zot Jezus, që tani angjëllin e ngushëllimit dhe të dritës në shumë rrethana të jetës, me qëllim që të kuptoj situata dhe të mundem të ndihmoj. Dëshiroj që të jem i lumtur, por nga ana tjetër nuk dua që të ndjek në butësi. Shoh se si të fuqishmit pushtojnë tokën, se si shtytësit dhe bryla arrin pozita më të mira dhe privilegjet të tjera, ndërsa ti më thërret në butësi. Vetë ke qenë i butë si qenç. Rruga jote e butësisë të çojë në kalvar. Kam frikë, o Zot Jezus, se duke ndjekur këtë rrugë butësie mund të humbas çdo mundësi për të ecur në shoqëri. Kam frikë se do të më mashtrojnë, se do të mbetem pa trashëgimi në tokë. Më ndihmo, o Zot Jezusi im, të besoj ty pavarësisht gjithçkaje. E drejtësia jote me duket e largët. Nuk kam uri e etje për këtë drejtësi të re të ndëm. Nëse kuptoj mirë, o Zot Jezus, kjo do të thot hapje plot ndaj ligjit tënd, sidomos ndaj ligjit e dashurisë, një jetë e djegur për të tjerët, një jetë në shejtëri. Do të doja këtë, por shpesh mimi më duket tepër i lartë. Nuk kam uri e as etje të tillë sa të dëshiroj me çdo kusht. Ma kthe guximin për të ndjekur. Dëshiroj që të jem i lumë, por nuk i di të jem i mëshirshëm. Sa shpesh zemra ime është gjykatës, e rrep për të tjerët. Sa i mbulur jam në vetvete, sa pak i gatshëm jam për të dhënë mëshirë. O Jezus, ma dhuro mëshirën tënde, e ki mëshirë për mua. Nganjëherë më duket, o Zot Jezus, edhe të jetoja në paqë më të madhe, po të mos kishte njerëz rreth meje. Por ti më thret në paqë, në pajtim, në angazhim aktiv për paqen. Nuk jam bartës i paqes, ende ka trazim brenda meje dhe rreth meje. Më jep një mundësi për të qenë biri i Atit që të dërgoj ty në botë si princ të paqes. Ma dhuro paqen, o Zot Jezus. O Zot Jezus, dëshiroj që të jem i lumë, por zemra ime nuk është e pastër.
bartë në vete mendime të shëmtuara, gjykime dhe përgojime, nuk besojnë në kthimin e të tjerëve e as në vullnetin e tyre të mirë. Shpesh nuk besojnë në sinceritetin e të tjerëve. Zemra ime është e kelmuar nga dyshimet. Pastroje me parë zemrën time, që të mund të jem i pastër e që të mund të jem i lumë. Jam i përndjekur. Por kjo nuk është, o Zot Jezus, për shkak të emrit tënd. Shpesh është për shkak të mërzirave të mia, për shkak të egoizmit tim. Prandaj nuk jam i lumë. Ma jep hirin, o Jezus, që në çdo çast të jetës të jam plotësisht dhe qartësisht e vendosur për ty dhe për shkakun tënd, me qëllim që më mirënjohje dhe guxim të përballoj çdo kundërshtim. Atëherë mendoj se do të jam i lumë, sepse ti kështu ke premtuar. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e të së dielës së 4 gjatë vitit liturgjik. Me ju ishin Djelca Gjini, Nora Ukaj, Adelina Palushi, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Frok Zefi. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqe dhe bekimin e Zotit. Qoftë leftuar Jezu Krishti.